Revista e njohur franceze Geomagazini ka dedikuar një artikull të detajuar Shqipërisë duke përshkruar si një destinacion të larmishëm me plazhe, male, natyrë magjepsëse, me një trashëgimi të pastër kulturore dhe historike, mbushur me ndikimet greke, romake, bizantine, veneciane dhe osmane. Lajmin e ka ndarë dhe kryeministri Edi Rama, ku nënvizon se Shqipëria turistike mbetet sërish në vëmendjen e medias ndërkombëtare. Në artikullin e Geomagazin shkruhet se Shqipëria me rënojat e saj të lashta, fshatrat e ngjitur pranë maleve dhe detin e kristalt, si dhe Bregdeti jon është perla e vijës bregdetare shqiptare. Nga Butrinti në Vlorë, gazetarët e revistës franceze kanë eksploruar bukurinë dhe trashëgimin natyrore. Itinerari i gazetarëve të revistës franceze nis nga Greqia drejt vendit ton, ku përshkruhet me detaje gjithçka nga lindja e diellit deri në perëndim të tij. Një përvojë vërtet e jashtëzakonshme sipas saj. Artikulli nënvizon për vendin ton se nga Greqia kufiresh më pak se 20 kilometra larg, ku mund të dallosh një horizont vreshtash, ullishtesh dhe pemësh agrumesh që shtrihen përgjatë bregut jugor të vendit. Nga ana tjetër, gjatë udhëtimit me traget, bregu verior ka një nga vendet më të bukura të Shqipërisë, qytetin e lashtë të Butrintit. Në një kodër të rrethuar nga një lagun dhe të mbuluar me pemë të arlisura epokat ndërthuren. Gjurmët e para të pranisë njerëzore këtu datojnë 50.000 vjet më parë dhe Butrinti u banua pothuajse vazhdimisht nga viti 1000 para Krishtit deri në shekullin 19, sipas revistës franceze.